Vlezër të ndëruar xhamatlit e pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falemndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na dha ymër, na dha shëndet që të vazhdojmë me këtë ibadet të madh, me Ramazani dhe me vepra të mira, me lutje, me dua, me sadaka, me vepra që është i kënaqur Allahu Azza wa Jall, dhe duke e kaluar këtë muaj së bashku në shpjegimin e mëkateve të mëdha, të cilët i ka cekur dietari i madh Imam Dhahabiu në librin e tij El Kebair. Sot vëllezër të nderuar, do të marrim për mëkatin i cili quhet gënjeshtër. Gënjeshtra apo dëshmia e rrejshme. Krejt fet e mëhershëm dhe të gjithë popujt dhe të gjithë racat dhe ngjyrat dhe të gjithë kohët, etapat e kohëve, ka qenë e urrëtur ky ves, kjo cilësi e cila është gënjeshtra. Dhe po ashtu ka qenë e lavdëruar dhe ka qenë e privilegjuar besnikëria tek popull, tek fiset, tek të gjithë fet deri në kohën tonë. Mu për atë, edhe në kohën e xahilijetit, në kohën e ignorancës, para ardhes së Muhamedit alayhi salatu wassalam, një tipar i cili u lavdëronte në mesin e idhujtarëve, edhe pse ishin idhujtar mushrikët, ishte besnikëria. Për atë Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur u shfaq që i shpall prej Allahut Azza wa Jall, që është i dërguar i Allahut, thanë, kush është ai Muhamedi? Është Sadikul Emin, është i drejti, i sinqerti. Pra, me cilësi që të cilën e përmendën Muhamedin alayhi salatu wassalam, virtytet e tij ishte besnikëria. Po ashtu Ebu Sufjani, i cili në atë kohë ishte jo musliman, kur muslimanët emigruan në Etiopin e asoj kohe që ishte mbreti El Nejashi, mbreti drejt, e dërguan paria e Mekës për të shku në Abisini, për të debatu me priftin dhe për ta bind priftin që t'i kthen ato besimtar një grup që Muhamedi alayhi salatu wasalam i kishte urdhëruar të shkojnë në Abisini dhe të gjente ai drejtësi derisa të stabilizohet situata dhe gjendja në Mekë ku i torturonin muslimanët. Dhe Ebu Sufjani shkoi në mesin e tyre si delegacion nga mushrikët, nga paria e Mekës, nga Ebu Xehli, nga Umej ibn Khalef, për ta bind mbretin e Xhashi që të dëbon muslimanët prej atyt. Mirë po, kur filloi ta pyes ai pyetje se ki pejgamber a është i fisit ngritur, më thonë, nëse është i fisit ngritur, normal njerëzit e ngritur me një fis të ngritur nuk janë gënjeshtar, që ka personitet, autoritet, familja. Tha, mendovan vetin tem me gënje. Mirë po, ndërgjegja që ishmi eduku edhe në kohën e xahilijetit, ishte e urrëtur gënjeshtra, ishte e urrëtur rrena. Çka thash? Thash, është prej familjes më të ngritur në mesin ton. Tha, gjyshi ti është Abdul Mutalibi, kryetari i këtë kureshitëve. A i tha, a shtohen a paksohen? Tha, jo vetëm se shtohen. A dalin nga feja? Tha, jo, nuk dalin ato nga feja. Ai që i në fejnë e Muhamedit nuk thejet prap. Atëherë tha, ki qenë ka i sinqert, qenë ka i drejt. Edhe pse në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me ardhjen time, unë si pejgamber, unë jam pejgamberi i fundit dhe vula e pejgamberive. Dhe pas meje do të kese disa gënjeshtar që do të pretendojnë se janë pejgamber, dhe njëri ndër ta doli në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasallam, i cili ishte jemenas, emri i tij u quante Musejleme. Ai ushtir që po e pranon Islamin, hini mesin e muslimanëve, për një kohë të shkurt e shpalli dhe ai vetin pejgamber dhe tha, mu më shpallet ashtu siç i shpallet Muhamedit, edhe unë jam pejgamber dhe kina me do ne këtë mbretrien apo pasusit në dy pjesë. Do të thonë se unë jam pejgamber. Mirë po, kur u vërtetu se është gënjeshtar, krejt njerëzit e Mekës që e njihnin dhe të Jemenit, a di se e mërtun dhe ka mbet sot e kësaj dite, është novë e pandare tina, Musejlemetul Kedhebi. Musejleme, në përkret librat e dietarëve, në përkret librat e historianëve i thënë Musejlemja gënjeshtari.
Domethënë është në vesh njëherë, është në vesh përgjithmonë që të jetë kjo cilësi e tij, e cila është pra cilësia e gënjeshtarit. Për ata Muhamedi alayhi salatu wasalam, për ta vërtetuar veten e tij, u premtoi muslimanëve se në luftën e Hunenit do të fitojmë, do të korrim sukses dhe do ta marrim plaçkën e luftës. Mirë, po fillimi ishte një sprov, një test ku filluan, do të thotë, mushrikët ishin mbledhur dhe kishin prit në pritje, ku ishte situata e vështirë në fillim, ku musliman filluan të zbrapsen mbrapa dhe filluan të hutohen, a thu vallë do ta hupna këtë luftë. Dul Muhamedi alayhi salatu wasalam para krejtëve i vetmi. Tha ana nabiyun la kadhib. Un jam pejgamber, nuk jam gënjeshtar. Ana ibdu Abdul Muttalib, un jam biri i Abdul Muttalibit. E u kthin sahabët përsëri, e morën luftën dhe i morën plaçkat e luftës. Me tregue se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dashur na tregu neve, po ashtu edhe Allahu azza wa jalla në librin e tij, po edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithet e tija dhe në veprat e tija, se sinqeriteti peshon aq lart dhe është nga morali më i lartë. Për atë sinqeriteti, besnikshmëria tek besimtari është në pikën më të madhe. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, a mundet besimtari me gënje, a mundet besimtari me vjedh? Tha mundet me vjedh. Mundet me gabu me vjedh. A mundet besimtari dhe njerë me gabu me pi alkohol? Tha mundet me gabu dhe me pi alkohol. A mundet dhe njerë besimtari me bo zina? Tha mundet dhe njerë me rëshit me bo zina. Tha a gënjen besimtari? A rejn besimtari? Tha nuk rejn besimtari. Besimtari nuk gënjen. Edhe një cilësi e shqiptarëve, cilësi e të gjithë balkanezve, edhe pse islami ka ardhur prej arabëve, edhe pse turqit e kanë përhap islamin, edhe se në mesin e muslimanëve ka pas turqe, bosnjake, shumë popull, mirë, po me një cilësi është dallu populli shqiptar. Me një cilësi është dallu prej krejtëve, kanë thonën shqiptar s'ka besa. Besa e shqiptarit. Besnikshmëria e shqiptarit, kur e ka dhonë shqiptari besën, krejt edhe arabët, edhe turqit, edhe çdo kush e ka di se është i drejtë, sot cilësi e madhe për ata. Tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar në mesin e juaj për ta përfunduar moralin. E prej përfundimit moralit, prej kompletimit moralit dhe prej burrijës së madhe është që njeriu të jetë besnik, të jetë i sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala. Për ata Allahu azza wa jall atë shumë e nënvlerësoi dhe atë shumë e pështroi gënjeshtarin dhe e mallkoi dhe tha Allahu azza wa jall kutil al kharrasun, janë të mallkuar gënjeshtarët. Kështu i përshkruajti Allahu azza wa jall. Hadithin të cilën e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimiu në sahihin e tyre nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Besnikshmëria, njeriu i cili është besnik, besnikshmëria e shtyn njeriu, e udhëzon ka bëmirësia, ka punë e hajrit. Çdo punë që vjen e hajrit dije se vjen nga sinqeriteti dhe vjen nga besnikshmëria e personit. Nëse dush me ditë njerin a ka hajr, as ka hajr, nëse njeri është besnik, është i sinqert, kri njeri është i mirë dhe ka me shpi rrugan mirë. Inna sidqa yahdi ila al-birr. Tha besnikshmëria e shpin njeriu deri në bamirësi. Wa inna al-birra la yahdi ila al-janna. E bamirësia ku e çon njeriu? Sinqeriteti, besnikshmëria ku e çon njeriu? Yahdi ila al-janna, që kjo cilësi, që ky vërtet bëhet shkak për ta fut njeriu në xhenet vetëm se me qenë i drejtë. Yahdi ila al-janna, e udhëzon që të jetë nga banorët e xhenetit. Pastaj tha, wa inna al-kadhiba, dhe vërtet gënjeshtra rena, yahdi ila al-fujur, ajo të udhëzon në të keqe, në shturje. Në të keqe, në shturje. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. E keqja ku e shpin njeriu? E keqja, gënjeshtra njeriu e shtin në zjarr të xhenemit. Wala yazalu rajul yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhab. Njeriu vazhdon duke qenë gënjeshtar, vazhdon duke liru gjuhën e tij duke rri derisa regjistrohet tek Allahu gënjeshtar. Ai keni pa një njeri i cili
duke e liru vetin e tij, duke rrej, i thënë eja i rëna veci. Kete njojnë me atë, nuk e thënë ai filonit, që baj rëna veci, edhe nëse e ka thonë të vërtetën, ndonjëherë thot vërtetën, thot, tamam e kish pas, ama kush, ai rëna veci. Edhe çketër kishte fol drejt, ama çelëve çaj rëna veci be, ama interesant, rrenke, ama çketrën e kishte thonë vërtetën. Nuk i thon, u bova xhalimir kimo, ka nis mos më rrej, jo, ai rëna veci çketrën e kishte thonë vërtetën. Pse? Se u ka regjistruar në regjistrin e Allahut kedheb, gënjeshtar. E kur të regjistrosh gënjeshtar, përhapën si përfaqen e tokës gënjeshtar. Për ata kur e don Allahu dhe regjistrohet një njeri, wala yazalu rajul yasduq hatta yuktaba inda Allahi siddiqan, dhe njeri vazhdon të jetë i sinqert, besnik në fjalët e tij, në veprat e tija, derisa regjistrohet te Allahu i sinqert, shpërndahet në tokë te njerëzit, vallai filoni është burimir, vallai filoni është besnik, filoni është i drejtë, ai lirisht me ata se është besnik. E ka regjistruar Allahu dhe te njerëzit u ka përhapur. E për ata kjo cilësi shumë e lidh në shumë çështje besimtarin, që tjetë besimtari çka tjetë i sinqert me veten e tij dhe pastaj me njerëzit përreth tij, me shoqërinë e tij. Po ashtu tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, për ta treguar se aq e rrezikshme është gënjeshtra, derisa e ka krahasuar me hipokritin, me munafikin, sepse cilësia e hipokritit, cilësia e munafikut është gënjeshtra rrena, e cilësia e besimtarit, virtyti i besimtarit është sinqeriteti dhe besnikshmëria. Për ata tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, thalathu ayatin al-munafiq. Munafiki ka 3 cilësi. Idha hadatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan, kur flet gënjen, kur premton e them premtimin dhe kur i besohet e tradhton besën. Ai thënë shqiptar, më ka prem besë, më ka tradhtuar besë. E njeri është pa besë. Do më thonë, të janë cilësit e munafikut, cilësit e një hipokritit, të cilët do të thot njeri u e ban. Gënjeshtari, le nëse është i nënçmu mesin e njerëzve, le nëse nuk ka privilegj, edhe është nga mëkatet e mdhoja, dhe është në mallkimin e Allahut, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam se ky person do të vazhdon dënohet dhe dënimi i tij është edhe në varr para se të del 50.000 vjet dhe të llogaritet para Allahut azza wa xal. Ai dënohet dhe në varr në dënimin e berzahut, që e kemi cek në ligjëratën e kaluar dhe kemi thonë se kanë ardhur Xhibrili alayhis salam dhe Mikaili dhe ja kanë paraqit disa skena të dënimeve të berzahut. Një ndër ta ja kanë paraqitur njeriu i cili gënjen çfarë dënimi ka. Tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, e pash një njeri i cili rrite në kom dhe ishte një njeri me një hekur të zjarrt, ku e kapte fytyrën e tij, gojen e tij, ja shkynte me gjithë syrin deri tek balli, tek maja e kokës njërën anë. Pasi ja shkynte, dilke në anën tjetër e kapte me atë hekurin, ja shkynte pjesën tjetër, duke ja shky pjesën tjetër, duke i ardhur në mesin e kokës, fillon të tingjitët ajo pjesa tjetër dhe vazhdon të thot kështu dënimi këtij personit, dhe u habitaj dhe i thash, o Xhibril, kush që nga ky person që u shky ka ftyrën këtë mënyrë, dhe kush ka dënimi ka dhe çka ka bo ky njeri? Tha, ky njeri është gënjeshtari, ka gënji hatta belagal ufuk, e ka rrenën, e ka shtuar derisa ka mrienë në skajet e qiellit. Do të thonë rrena vetë si madh, ka shku ka rrej, dënimi i tij në berzak është që t'i shkyhet fytyra, sepse ka rrenë, e kipa i thënë, maret koft, rrena vez, s'ka ftyrë rrena veci. E për çka që i thënë njerëzit s'ka ftyrë, i shkyhet edhe ati ftyra ku? Në berzak, kur të del para Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, gënjeshtra janë të lloj-llojshme, ka gënjeshtra edhe mëkat edhe më i madh. Cili mëkat është më i madh? Prej gënjeshtrave, ka gënjeshtra që ka pi mëkateve të mëdha, mallkimin e Allahut. Mirë, po gënjeshtra edhe më e madhe është kur të gënjesh për Allahun azza wa jall. E kjo gënjeshtra është aq e madhe sa që njeriu në shpif edhe në kufër edhe në shirk. Sikur çka krishterët kanë shpif për Allahun azza wa jall, kanë thonë se Zoti ka birr, Zoti ka grua. Naudhu billah. Allahu azza wa jall thotë takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqa al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an daw lir-rahmani walada. Derisa nuk pëlqet i qielli, nuk u çon toka kur ata thanë që Zoti ka djalë. Gënjeshtër e madhe. E kjo gënjeshtra është nga gënjeshtrat më të mëdha. Pastaj gënjeshtra tjetër
e dyta është gënjeshtra mbi pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ka njeri e shpik një ibadet, e ban një bidat, e ban një gjuna të madh, nuk ndalet me gjunajin e madh, mirë po vazhdon duke arsyetuar me argumente dhe shpik dhe një hadith, diçka, thot po, kështu e ka thonë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, el-kadhibu alayhi laysa ka-kadhibi ala ghayrikum. Gënjeshtra mbi meje nuk është e barabartë sikur gënjeshtra mbi të tjerët. Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, ai që gënjen mbi mu diçka, ne ta përgatitet një karike pjesëzore prekse në dunjoja para se dal para Allahut azza wa jall. Pse? Se ti kur ta përgënjeshtrosh pejgamberin alayhis salatu wassalam, apo përgënjeshtrosh mbi pejgamberin alayhis salatu wassalam, ti ke përgënjeshtruar për mi shpallën, sepse Kur'ani dhe Suneti janë të njëjtin burim nga shpallja e kaj. Do thot gënjeshtra mbi pejgamberin alayhis salatu wassalam. Po ashtu dhe gënjeshtra mbi ligjet e Allahut. Çish është gënjeshtra mbi ligjet e Allahut? A ki po ndalen me xhliston? Valla, Allah I ka thonë kështu, Allah I ka thonë kështu. Ku I ki be këta jetë? Allah I ka thonë mësëm hajde mua me ketë, hajde mua me ketë, ka thonë Allah I kështu, kjo është halal. Asni ajet nuk e di, asni hadith nuk e di, thot Allah I ka thonë halal këtu, këtu ka thonë Allah I haram, tu Allah I se ka bo këtë haram, jo e bëjni haram, sa Allah I ka bo halal. Po bërë argumente, s'ka argumente. Allah ose që thot, wala taqulu lima tasifun alsinatukum hadha halalun wa hadha haram. Mos thoni diçka me fjalët e juve, që kjo është halal dhe kjo është haram. Li taftaru ala Allahi al-kadhib, që ti shpifni Allahut gënjeshtra. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Sa ata që bëjnë gënjeshtra mbi Allahun nuk kanë për të shpëtuar. Njerëzit nuk është letë në të amanë në një temë prej temave, inshallah ta'ala, që mës me folën pa dituri. E njerëzit sot, një, dy, kjo halal, kjo haram, japin fetfa, as hosh nuk është, as nuk ka njohuri, as nuk e një gjuhën arabe, as nuk e një Kur'anin, as nuk e një sunetin, as nuk e një meselet e fikut, usulu fikut djetar, që kanë vendu rregulla se çka janë rregullat për të arritur deri në fetfa dhe për thonë se që kjo është lejohet apo kjo nuk lejohet. Tjetra kanë thonë në gënjeshtra ndahet në 3 pjesë, në 3 nivele. Niveli njëna prej rejnave është rejna në niyet. A mundet më konë rejna në niyet? Po, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, thalathatu sa'iru bihimun nar. Me 3 veta do të kallët, do të ndezët zjarmi i xhehenemit. Cili? Thot I pari është qari el-Kur'an, apo alim, ka ardhën lexuesi I Kur'anit, apo hafizi I Kur'anit, apo dietari. Do t'i thot Allahu azza wa jall ditën e kiametit, ta dhash diturin, ta mundsova hifzin e Kur'anit, se kjo është mirësi prej Allahut, nuk është mirësi prej njerëzve. Çka bone ti me këtë dhunti që ta dhash unë ty? Thot o Zot, mësova dhe I mësova të tjerët. Çka I thot Allahu azza wa jall? Ke dhebt, ke rrein. Walakin ta'allamta li yuqalu laka al-alim, ke mësu njerëzit që njerëzit nesër me thonë që kjo është dietar I madh. Rrejnën e ka pas në vete, nuk e ka shpreh tek njerëzit. Mirë po Allahu azza wa jalla alimun bi dhati sudur, e di çka ka në zemrat e njerëzve. I ka thonë ti ke rrejt, e ki mësu njerëzit me thonë si e alim, wa qad qil, dhe të shton për ti se ti je dietar. I dyti thot është el mujahid, ai I cili ka luftuar në rrugën e Allahut. Del para Allahut azza wa jall me I përgjakosur me gjak. Dhe I thot Allahu azza wa jall, ti dhash mirësi, ta dhash trimrin, ta dhash bujarin, dolen luft, çka bone me këto mirësi? O Zot, luftova, shiko derisa u plagosa, edhe unë vdeka në luftë prej luftave. Allahu azza wa jall thot ke rrej se ti ke luftuar me të thonë ti heroj. Wa qad kil, dhe të kanë thonë ti heroj I madh. Rrejnën e ki pasën në jetin tanë, ti ki dalen mu kallzu të njerëzit që jam luftar I madh, mu të sini së më tremët unë e gjdo luft ku ka unë ati jam. E ka qytë Allah ozve që thot, ke dhept, ke rrejnë, ka thonë. Se ti ki thonë për të lavdru të njerëzit. Po ashtu I treti, thot ai bëmirsi, ai që ka dhonë shumë pare, ndret xhamia, ndret qatë, ndret shket, bën punë shumë të mëdhoja, dhe del ditën e gjykimit, thot Allah dhash pasuri,
dhe është për mirësive të mia, çka ke bën me këtë pasuri? O Zot, thot s'kum lënë në rrugë edhe vend pa shpërnda pasurinë pa u ndihmu njerëzve fukarave, skamnorëve dhe ku ka pas nevojë. Allah Azza wa Jalla thot ke dhept, ke rrej. Se ti e ki dhonën me thonën këshire sa bujarë, këshire sa dordhan të ki nuk nalët të dhonën, bile shpesher para njerëzve mundot më u kalzu, son jam të dhonën e japë me muhe, s'ka bile se në ma ka përcen kur kushun e kur japë. Se non kur kush të më ka përcen e muhe duke dhonën e thot ke dhet, ke rejnë, edhe të kanë thonë njerëzit, se ti e bujarë, e ki marrë shpërblimin këtë dënjo, du me thonë gënjishtra e cila bëhet në njetin e njerëjot. Qëtë me pas kujdes nga kjo. Rejna e cila është në fjallë. Ne shpesh herë rejmë për punë pa lidhje, hiqë. Shemëll, ka në herë është në i mexhlis dukuni, edhe tash do mi shti pak me kesh ato, edhe nëzirë një rejnë, ati që mi shti njëzit me kesh. Edhe thot, jobe se kum pas për qëllim me rejnë. Pa e kum pas për qëllim mi shti me kesh ato. Pejgamberi a.s. thot, kush është duke bo hajgare? Kush është duke bo hajgare? Dhe rejnë e ka hub shpërblimin e ti në xhennet. Ai që e le rejnën, edhe kur bëjnë hajgare njerëzit, unë jam garantues për atë një vend prej vendeve të xhennetit. Mos me rejnë. A ban me bo hajgare? Ban me bo hajgare. Ama hajgare më konë me vend dhe hajgare mos me pas rejnë. Pejgamberi a.s. një ditë për ditëve, ishte një shok i pejgamberit a.s. dhe e pa duke bisedu dhe doshi ta disponoja atë grupin ati, shkoj nga mbrapa, sikur tri e kemi pas zanat me jam shel sit për mbrapa, me e kapi mbrapa. E kapi pejgamberi a.s. jam mbylli sitë dhe i tha, kush e blen këtë rop? Kush e blen këtë rop? Ato pranishmit fillu me këshirën, ja Rasulullah, une, tha pejgamberi a.s. ju së ne bleni, sepse kjo është rob i Allahut, kjo është shumë i shtrenjtë, këtë vetë Allahu mundet me blen, njerëzit se ne blen. Se kjo është i lirë, ki nuk është rob, ama kjo është rob i Allahut, nuk është rob i njerëzve, se ne blen kur kush këtë njeri. Boni hajgare, ama hajgare me vend, ose kur erdhi ajo plaka te pejgamberi a.s. i tha, ja Rasulullah, a ka me hi unë në xhenet? I tha, jo, tha, ti kur që kështu nuk hi në xhenet. Ai u mërzit, shkoj, tha pejgamberi sa po thos ka me hi në xhenet, po vjen ja Rasulullah, a s'ka me hi unë në xhenet? Pse s'ka me hi unë në xhenet? Tha ti nuk ke me hi në xhenet kështu plak, ke me hi shumë e bukur, e re e heshme. S'ke me hi plak, kështu kur nuk hi në xhenet. Në xhenet plak nuk hi, në xhenet ke me hi e re. E filloi të buzëqeshje. Domethënë ke ishte hajgare, ti në xhenet nuk hi plak, ti në xhenet ke me hi e re. Edhe këtë njerëzit kanë më kon në xhenet 3, s'ka me pas në xhenet pleç. Është hajgare, mirë po hajgare e cila është me vend. Po ashtu dhe hajgaria e cila bëhet hajgare në dëshmi. Dhe kjo është më e rrezikshmja nga hajgarët, më e rrezikshme nga gënjeshtrat, më e rrezikshme nga shpifjet, më e rrezikshme nga rrenat, me dëshmu rrenshëm, me dëshmu për dëkan se e ka boni vepër me akuzu, realitete nuk e ka bo atë vepër. Për ata, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, atë ju tregoj për një mëkat nga mëkatet e mëdha, tha el ishraku billah, tha me shoqëru Allahut azza wa jall në adhurimin e tij dhitari, wa uququl walidain, dhe mos respektimi i prindërve, thot ishte ulur, i shtrim. Thumma jeles, pastaj u dretu kanë, tha ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, tha edhe fjala që shpifin njerëzit dhe dëshmia e rreshëm. Fjala që shpifin dhe dëshmia e rreshëm, 3 herë përmendin. Thanë sahabët, kulna lejte u seket, tha kishmi thonë, si kur t'kishe qetsu pejgamberi sam, se u shqetsu shumë, kur e përmendi këta shpifjen, fjallën me shpifje, edhe dëshmia e rrenshme. Pse vëllezër të nderuar dëshmia e rrenshme? Sepse dëshmia e rrenshme bëhet shkak që njeriu t'ja merr pasurinë. Dëshmia e rrenshme bëhet shkak për t'ja marrë gjakun. Dëshmia e rrenshme bëhet shkak për t'ja marrë nderin. Për ata tregon një dietar për një rast që një prej xhamatit i ishte tregu dhe i kishte thonë, "O, shtregoje këtë rastin tem se çka më ka ndodhur mu me dëshmitar rrensa, me dëshmitar gënjeshtar që e kishin vrarë njërin nga njerëzit dhe ishin bërë bashk, e kishin bërë një kurth, një plan se filoni e kanë mbyt dhe ta heqin barën e tyre akt penalin të cilët e kanë kryer këta." Dhe e kishin akuzuar di dëshmitar nga mesi atyre se filoni e ka mbytën. Tha ish pa e din shtëpinë e vet. Tha vjen policia, troket derës, tha unë duke prit ushqimin, duke lujt me fëmijët e mi, tha vjen dera, zilja bjen kur dalte dera, i shoh se janë policët.
Çka kërkojni, çka puna, jeti filani me emër, me mbiemër. Ki tha po unë jam. Eja se e ke një kontroll në stacionin e policisë. Kur shkova në stacionin e policisë, tha po e vërtetum, tha. I po, që ato 2 persona, tha po, që kjo është me emër, mbiemër, i njëjti person gjykat. E murën, tha, e futën në burg. Erdhi puna në për shtetet arabe, normal, erdhi puna se atje në sheriat është ai që i vret mbytet. Edhe erdhi puna me ekzekutue, me ja heq kokën këtij personit. Pa bo kur gjo. Tha unë kur shkova në stacion, thash unë jam i pasur, s'kum bo kur gjo, pi punën në shtëpi, çka dojnë të thonë kur gjo? Kur erdhën dëshmitar, dëshmuese që kjo është, atëherë tha e pash s'ka rrugë dalje. Edhe erdhi brenda muajit, nxjerrën thot në shesh për me ekzekutu me heq kokën atina. Thot, gjua ime nuk u ndalke duke thonë, o Zot, ti je i madhi dhe nxjerrë dëshmien e drejtë në shesh, se unë nuk kam bo asnjë krim, unë jam i pafajshëm. Dhe akuzat që mbohet mu nuk është e drejtë. Edhe tha, nuk pushon të gjua ime duke bo lutë, duke bo dua në atë moment. Thot, moment që u afru ai i cili ishte për me ekzekutu njeriun, thot, moment, thot, një zon, thot, një brit me doli, enel katil, tha, unë jam vrasi. Enel katil, tha, unë dalën, tha, kur u afru, ndalë çështja, tha, ndaleni, se unë jam ai që e kun vra, nuk është kjo është i pafajshëm. Kur u afruva, tha se mi kishti mbill syt, tha mi çelën syt, tha kur e pash i njëjti person që kishte dëshmu për mua që e kum vra. Ata dy e kishin bë aktin dhe e kanë ngjit filanit. Para mendoje, domethën ka mujt, po ka dhe raste të shumta që ne i dimi dhe nuk i dimi, që u ka vra njëri, u ka ekzekutu, pa kur një çfarë thoj me dëshmin e rreshme që ja kanë bë për dëkan. E dukujna ju ka marr pasuria, kanë dëshmu njerëzit të rreshëm, për ata tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, innekum takhtasimuna alayya, ju dëni herë vini dhe gjukoni të une. Wal'alli ba'dukum an yakuna alhana bi ba'd. Ndoshta njëri prej juve është pak më orator dhe ka argumente më shumë, bin se që mundet me mbind mua, fa ana aqta'uhu, unë ja gjykoj atij personit i cili e shon, domethënë kur ata dy gjykohen të ditë, njëri është më i Zoti edhe i ka argumentet më të forta, unë ndoshta ja ndoj pasurinë atina. Mirë po, nëse e din ai se e ka me drejt në ta merr, nëse e din që nuk e ka me drejt, unë ja ndoj një pjesë nga pjesa e zarmit që e në ta merr, vetëm di se çata që ka me marr, që ajo ka më bën një pjesë prej pjesëve të xhehenemit të zjarrit në ditën e Kiametit. Po ashtu tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah subhanahu wa taala mos e hajni ju pasuninë e njëri tjetrit me të kot. Tha kullu muslimin haram maluhu wa damu wardu. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, muslimani për muslimanin e ka haram nderin e tij, pasurinë e tij dhe gjakin e tij. Kjo normal ndodhi në për gjykatësa. Mirë po edhe jashtë gjykatëse, dëshmia e rrënjshme është prezent mesin ton, e sidomos kur vjen puna me e lip një vajzë apo me dëshmu për një djalë për me martue. Shumë djali mira, kjo dëshmia. S'ka si ki djalë, është kështu, është ashtu. Kur ta dale del se i rifi ka këtë këqia, me zina, me alkohol, me drog, me keti ka. E ki thonë, pse be ti dëshmove për filonin, abe gjunanet martohet. Pa atë gjunat qetin që e ki marrë në qaf, atë qikën që e ki marrë në qaf, aso gjunat e qika. A ti të me thonë, kja do të mirën, a din, abe gjunanet martohet. A di se ditën e gjykimit kime dalën dhe kime pasën përgjësit madhe para Allahut azza wa jall. E ki marrë në qaf një person, dukush gjene del pak ma e vlija, a di, jo thotune nuk bëj gibet. Gibeta me fol për filonin me kalzu. Jo, në dy raste, kur të thret dëshmitar, gjykatësi me dëshmu për filonin, dush mja tregue detalj që shon gjërët, sepse ki përgjithësi për Allahun të ka marrë në dëshmi të Allahu azza wa jall. Dëshmi për Allahut azza wa jall. Betosh në Allahun se kjo është kështu. Edhe kur vend dukush me të vetën për ndonjë vajzë e kundërta ose për djalë, dush me tregu çka është, ose dukush për me hik pak, për me u bë pak që thënë dallavere. Valla babën e ka gjithë shumë të mirë, nonën e ka shumë mirë, me pa çfarë migje ka, farteze ka, besam do të vetat për migjen, as migje s'ka martu, as teze s'ka martu, as nonën s'ka martu. Gjali që është. E duhet me dëshmu e drejt se kime pas përgjithësi para Allahut azza wa jall. Njëjt edhe për naj punëtor, dukush thotë, filani be ka mbet pa punë, kupton? Po i thëna, valla shumë i Zoti, bile ti thosh në pesa në 4 vjen, bile ai sa di punëtor, kur ta shoh sherifi nuk vjen punë hiç. Pse ka dëshmu rrejshëm, thot, gjuna, se i ka ngusht punë, pse rëzë ka ndorën tonë është ta.
Që të kalipën për dëshmi, të ka arti me dëshmu, dush me dëshmu drejt. Nëse se di, thu se di. Dish nëse e din, nuk ban me mashtruhe, për shak se rëzë kjo ndorën e Allahut, nuk është ndorën e njerëzve. Po ashtu edhe për post, sikur ndodh shpesh herë, i jepën votat një personit për ta marrë një post, kurse ai e rifi është tradhtar, ai rifi është gënjeshtar, ai rifi nuk është i vishëm për atë postin. Që e treguam edhe dersën e kaluam, ai i cili e merr do të mi pas cilësitë që mundet me bë diçka, që mundet me udhëheqën, i ka cilësitë, i ka burrien, i ka sinqeritetin, është besnik, ja don të mirën umetit, ja don të mirën popullit, ja don të mirën shoqërisë, vendit ku jeton, po, ama nuk ban se nesër kemë pas përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall për atë. E thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, idha istansahak fansah la, nëse dikush për njerëzive kërkon nga ti këshill, atëherë këshilloja atë njeri, sepse kur kërkon dikush me të këshillu diçka, këshilloje drejt, dëshmo drejt, fole drejtën, se kemi pas përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala na stolis neve me sinqeritet, na stolis me besnikshmëri, na bën burra të drejtë dhe ta kthen atë epitetin e popullit ton musliman shqiptar, të cilët janë besali, të cilët e kanë besën dhe me këtë janë dalluar. Elusim Allahun Azza wa Jall që dallohen besimtarët musliman shqiptar me besën këtë dunjë dhe të japin besën para Allahut Azza wa Jall në ditën e Kiametit me pejgamber, me njerëzit e mirë. Allahu ju shpërblet deri në takime të tjera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po. Lejohet, dietarët kanë thonë lejohet me rënë nëse dy persona janë të hidhur, edhe bëhet rasti i atyre dyre, fitni ative dyre, që mu përqa ato, mu mbyt njëni me qetë, marrë dritë e vrasja, është mi fol disa fjalë me zbut situatën që mos marrë dritë e vrasja. Do më thonë, janë preashtim 3 raste. Njëna për këtyre është kjo, nëse ka ardhur fitnje e madhe që filani e ka ndërmend, mu vra me filanin, filani me mbyt filanin, me shku mi fol tu di pale fjalë të mira, dhe nëse s'ka lavdru, ka thonë, jove për ti e mendon kështu, mendon mirë, mendon kështu, nuk e ka mendimin kështu, nuk e ka mendimin ashtu, me zbutën njënën pale dhe tjetrën parë, mos marr deri te vrasja, deri te derdhja e xhakit, se nuk ka të shenjtë më të shenjtë se sa xhaku. Edhe kjo është me niyet pozitiv. E para, e dyta është njeriu kur ka hidhrime me një bashortën e vet. A lejohet kanë herë që thënë me rre gruan mos marr puna deri te ndamja? Lejohet, edhe kjo mësuaza, se ka në herë shembull nëse ja tregon disa sende ndodhën, që erdh vën puna deri te ndamja. A ban me zbut pak situatën, ban pak me zbut situatën. Edhe treti rast kur është në luftë, nëse zgjihesh prej armiqve, dhe ato të pyesin për strategjinë e muslimanëve, vendet e muslimanëve, dhe se ku është caku i muslimanëve, lejohet mi manipulu me i rrej ata, sepse nëse e tregon vendin, ju ban dëm shumë muslimanëve. Ma thonë, këto 3 raste, i lejon sheriati këten në raste shumë të ngushta, shumë specifike, që qëllimi është mi u bo mirë, ama jashtë këtive gjërave, edhe nëse mendon se është duke bo mirë, edhe nëse mendon se e ka goditën, a i ka gabun. Kësi raste, pse ka gënjë, se gënjështra është cilësi shumë e shëmtuar, si që tam, regjistrosh të Allah gënjështar, dhe nuk pranosh mesin e njerëzve, dhe të hub burnia, besnikshmëria, e cila është virtyt shumë i lartë që do të me posedu çdo musliman, çdo besimtar. Allah ju shpërblet. Allah ju nderojë.